Tani ty Eltonia i bindur që të duket vetja shumë i zgjuar kur bën këtë lloj komenti ofendues dhe gajasesh, por mua sinqerisht sa më shumë kalojnë vitet, aq më pak i zgjuar më duket vetja. Kështu që nuk po të them çfarë mendoj unë për komentin tënd dhe për hyrjen e Shqipërisë. Po të pyes ty, po bëhen, do ta kishte Zili Vallë Nastradini sipas teje, me që do të na fuz dëgjirin e saj sa më parë? E ke dëgjuar ti bëhen kur thot duam të mbyllim negociatat me Shqipërinë brenda 2027-s? Apo dhe kjo të bën për qeshur ty, me që sipas teje ne s'kemi drita? Faleminderit gjithsesi për atë gigantin, se një të vërtet vogël e ka edhe kjo, jo thjesht nga që unë jam i gjatë, por nga që e kam kaq të madh durimin sa merrem edhe me komente si tuat, duke mos harruar se sa do i zhytur të jetë në kënet dikush që bën këto komente, është detyra ime ta respektoj si qytetar i këtij vendi gjithsesi. Jo, Vladimir, unë nuk kam 12 vjet që premtoj, po kam 11 vjet e 6 muaj që bëj ato që them dhe them ato që bëj. Se po t'isha si bufi, edhe Shqipëria do ishte si e bufit. Një vend që se merrte askush seriozisht, një vend i zhytur në borxhe dhe në kriminalitet, me mbi 100 e kusur vrasje në vit, me qytetet rënuara nga harresa, dhe me i turizëm që mbaj gjallë vetëm nga patriotizmi i shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni. Po sot vetëm kush nuk do të shoh, nuk sheh. Dhe s'ka më të verbër se ai që i ka syt, por refuzon të shikojë. Apo më shurt se ai që i ka veshët, por nuk do që të dëgjojë. E kuptoj ironinë tënde, por duke qenë se punët e mëdha nuk bëhen sa hapen syt, siç bëhen komentet e kota, duhet të bësh edhe ca durim drejt që e mori, se Marina Vlorë dhe Marina Durrës janë të dyja në kantier. Po deshe mund edhe të shkosh ti shohësh vetë dhe të kuptosh se çfarë pune kolosare është bërë e po vazhdon të bëhet në dy hapësira rënoja shoqëmyresh deri dje. Ndërsa për stadiumin e Vlorës është detajuar projekti që doli fitues nga konkursi dhe do shpahet dhe mos është shpallur gara për partnerin privat që do marrë përsipër ndërtimin me të njëjtën formulë si për stadiumin ton kombëtar. Kështu që i dashur Adi, unë them atë që bëj dhe bëj atë që them. Dhe nëse në ndonjë rast edhe vonoj, kjo jo për shkakun tim, se nuk i lë kur mangu diçka punës, por i sigurt gjithsesi se vonoj, po nuk harroj asnjë.